Unë dhe kur shkova në selin e Partisë Demokratike, nuk është se gjeta shumë njerëz. Pra ishin në periudhë pushime, ishte edhe verë. Edhe ka pasur pushime Partia Demokratike në atë periudhë, por pa diskutim që... Por ishit personazh i retorikës së zotit Berisha për gjatë kohës që ishit në burg. Unë kam pasur dhe kam këtë qëndrim, që e kam thënë për erë në struktura, po dhe në biseda, ku ka njerëz, bisedat private ngelen private, e kam etik shumë të rëndësishme këtë, që Partia Demokratike duhet të ndryshoj me shpejtësi brenda vetes. Dhe kjo nuk ka ndodhur deri në momentin që u detyruam të bëjmë një lëvizje për ta vendosur Partinë Demokratike në tjetër marshë dhe në tjetër ritëm. Kështu që mendoj që kjo i shërben Partisë Demokratike, mbledh njerëz të cilët janë kontribues të rëndësishëm në Partinë Demokratike, por janë të pakënaqur me Partinë Demokratike apo me drejtimin e Partisë Demokratike dhe jep mundësinë gjithë secilit që të konkurojë nëpërmjet punës. Pra tani janë të detyruar që të gjithë që, siç e thash, të dalin dhe të takojnë njerëz.